Zonja Lala tani, a ka zhvillime nga atentati i Lundrës, sepse këtu bie, ndodh një atentat, bie dhe më të në, bashkohet ajo e bashkohen ato të legjës të ako me këtë të Tiranës e gjitha, por pastaj mbaroj, dhe sa të vijë atentati tjetër. Ka në një zhvillim? Tani vetëm zhvillim është që gjatë qyrjes pas ngjarjes që ndodhi në Lundër, ku nga breshëria Kalashnikovit u plagosën 4 persona për fat keq, ngjarje shumë e rëndë duhet thënë, sepse 2 prej personave që ishin në automjet janë 2 fëmijë të mitur, përkatësisht 11 dhe 17 vjeç. Unë kam folur edhe tek ju në të hënën që kaloi, dhe 2 janë në këndvështrimin tim. Është e patolerueshme që krimi organizuar të guxojë dhe të ngrejë dorën mbi fëmijë. Është plagosur sikurse e kemi thënë edhe një 19 vjeçar student në Britaninë e Madhe dhe shoferi i familjes Demiraj. 2 djemtë e plagosur janë djemtë e pronarit të kompanisë Pelikani Security. Zhvillimi në këtë pikë ka të bëjë me faktin që pas rikthyrjes së vendit të ngjarjeve janë zbuluar disa sende personale të autorëve të dyshuar, të cilët kanë qenë të pozicionuar në vendin ku edhe ka ndodhur atentati, dhe aty janë zbuluar të paktën 3 gjurmë të ADN-s. Dhe përmes këtyre gjurmëve të ADN-s, shpresat për të identifikuar autorët, të paktën ekzekutorët, rriten ndjeshëm. Ndoshta nuk mund zbulohen sot, sepse mund të mos jenë skeduar më herët, por mund të ketë një moment të caktuar, fakti që policia e shtetit ka ADN-n e tyre në databazën zyrtare, do të thotë që probabiliteti për të zbuluar këto personazhe dhe këto ekzekutor është shumë i lartë. Pra mund të krahasohet me ata personat skeduar, mund të jetë një moment rastësor që personi mund të shoqërohet për një vepër tjetër e tjera me radhë, çka do të thotë rriten shanset. Urojmë dhe shpresojmë që ekzekutorët, pra ata që tentuan, se për fat mirë djemtë janë, edhe pse 11 vjeçari është në gjendje të rëndë, sërish është në jetë, edhe urojmë që t'ja dalë sepse është ajo çfarë ka ndodhur është te çdo imagjinate. Problemi është që policia e shtetit nuk duhet të ndalet vetëm tek ekzekutorët, duhet të shkojë deri tek personazhet që urdhëruan këtë krim të shëmtuar sipas meje. Sepse edhe nëse mund të kapen ekzekutorët, duhet patjetër të punohet fort dhe të hidhet dritë mbi këtë ngjarje të rëndë. Ju thatë që u lidh me Lezhën. Ka dyshime të arsyeshme që policia dhe prokuroria besojnë vërtet të paktën deri më tani që shënjestrat nuk ishin fëmijët, por ishte dikush tjetër. Unë kam dhënë sqarime edhe tek ju, edhe kam bërë një lloj rezumeje, megjithatë i takon hetimit të sqaroj se kush ishte shënjestër e atij atentati, edhe për faktin që janë plagosur disa të rinj të cilët nuk kanë pasur asnjë rekord kriminal në jetën e tyre. Edhe sikur ta marrin mirëqen që babai i 2 djemve të miturve mund të kishte probleme, nuk justifikohet kurse si të qëllosh mbi 35 plumba, mbi 2 fëmijë të pafajshëm, njëri që ishte 11 vjeç dhe atë ditë kishte festuar ditëlindjen. Dhe ajo çfarë më shqetëson më shumë pas gjithë kësaj që ndodh është heshtja shurdhuese jo vetëm e policisë së shtetit, por edhe e mbar politikës. Nuk kam dëgjuar, apo e shoqërisë, nuk kam dëgjuar asnjë politikan, edhe pse janë në fushat, asnjë zyrtar të policisë, asnjë njeri publik që të dalë dhe të kërkojë zbardhje të kësaj ngjarje. Domethënë të guxohet sot që krimi organizuar të marrë Kalashnikovin dhe qëllojë mbi fëmijë të pafajshëm dhe askush mos reagoj vetëm në Shqipëri ndodh kjo. Kudo që t'ishte kjo, kudo të kishte ndodhur kjo ngjarje, do të ishin qytetarët në rrugë, cili do qoftë motivi. Nuk dua të hyj motivit se unë nuk jam hetuesi as prokurori. Por fakti që qëllohet mbi një automjet ku janë 2 të mitur, një djalë tjetër tërësisht i pafajshëm, shoferi që ka rrezikuar jetën për gati 2 kilometër për të shpëtuar plumbave dhe askush nuk reagon, kjo është absolutisht tregon për një shoqëri që ka rënë në gjumë të thellë, në letargji dhe nuk i bën përshtypje kësaj shoqërie as fakti që një fëmijë është po lufton mes jetës dhe vdekjes në një spital në Itali. Me që jemi në këtë fashë të krimit, ka dëshmuar Dritan Rexhepi, një nga figurat shumë të rëndësishme të botës së krimit. Çfarë ka dëshmuar? Çfarë ka deklaruar? Tani Dritan Rexhepi u ekstradua nga Turqia pak muaj më parë, është përballet për herë të parë me drejtsinë shqiptare për akuzën për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prenkës në vitin 2020, është ndoshta personazhi më
i shumë përfolur në këtë histori, për faktin edhe për shkak të ngarkesës që ai kishte, i arrestuar në Ekuador, i dënuar atje për trafik droge, kishte krijuar një jetë ndërkohë që ishte brenda burgut, nga ana tjetër ishte arratisur nga disa burgje, jo vetëm Shqipëri, por edhe në vendet Bashkimit Evropian, dhe kjo është hera parë, i dënuar me 25 vite në mungesë, dhe kjo është hera parë në fakt që Dritan Rexhepi jep versionin e tij në lidhje me rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Patjetër që ai mohoi akuzat, pretendoi që nuk kishte asnjë njohje dhe lidhje me Gentian Doçin Funiqin. Duhet kemi parasysh që Gentian Doçi Funiqi është shkodrani i cili akuzohet si bashkëorganizator nga ana e SPAK në rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Ai konsiderohet ndoshta ndër narkotrafikantët më të rëndësishëm shqiptar që ka operuar në disa vendet Bashkimit Evropian dhe ka patur aktivitet jo vetëm në Itali, Norvegji, por edhe në vende të tjera. Ajo çfarë më bën përshtypje është që në rastin e Gentian Doçi Funiqit, sot që ne flasim, edhe pse policia e shtetit ka sjellë një njoftim gati një vit e gjysmë përpara, ndoshta 2 vjet, që është arrestuar dhe ndodhet në një burg në Spanjë, deri në këto momente nuk ka patur dhe nuk e kuptoi arsyeën asnjë përpjekje për ta ekstraduar këtë person, ndërkohë që babai i 3 fëmijëve, tërësisht i pafajshëm, trupi i Jan Prengës pra nuk dihet ku është zhdukur. Dhe sot për atë ngjarje nuk kemi asnjë të dënuar, sepse Dritan Rexhepi, Gentian Doçi Funiqi dhe 4 shkodranë që kanë bërë rrëmbimin janë duke u gjykuar në proces, po ashtu është duke u gjykuar në një proces të ndarë pronari Golden Resort Altin Hajri, ku mbaj trupi i pajet Jan Prengës, dhe mund ta them që unë kam publikuar pamjet në atë kohë dhe kam ekspozuar me fytyra 4 shkodranët, 5 persona të cilët kanë marrë pjesë në rrëmbim dhe nuk pati asnjë reagim në atë kohë. Sikurse aty rezulton edhe Altin Hajri teksa dëmton kamerat e sigurisë. Pra është një krim monstruoz, është marrë peng një person i cili nuk kishte asnjë lidhje me aktivitetin kriminal të vllajt të tij. Bëhet fjalë për një sasi të madhe droge të grabitur në Britaninë e Madhe, sasi e cila i përkiste kryesisht Gentian Doçi Funiqit, por edhe një pjesë Dritan Rexhepit. Sigurisht Rexhepi kundërshtoi akuzat, por para disa kohësh ai konfirmoi një detaj të cilin unë e kam ekspozuar 4 vite më parë, që thoshte avokatja ime më vuri në dispozicion një material sipas të cilit rezulton që unë kam qenë në të njëjtin sektor në burg në Firenze dhe këtu me sa duket sipas prokurorisë daton edhe njohja mes tyre. Interesant ishte fakti që për herë të parë, kjo nuk ishte ekspozuar, për herë të parë prokuroria e posaçme paraqiti si prova të reja në këtë proces penal, pra ndaj Dritan Rexhepit, Gentian Doçi Funiqit, Martin Bletës, Artan Doçaj, Korrado Gështenja e të tjerë me radhë, paraqiti përgjimet ose komunikimet në Sky ECC mes 3 personazheve kryesor, ku më kryesori është Gentian Doçi Funiqi, Dritan Rexhepi dhe Altin Hajri. Dhe sipas prokurorisë, edhe pse nuk u lexuan në seancë gjyqësore, bëhet fjalë për komunikime ku ata flasin për mekanizmin dhe mënyrën jo vetëm të rrëmbimit, por edhe të zhdukjes së Jan Prengës. Pres t'i dëgjoj të gjitha komunikimet mes tyre në proces, sepse ndoshta kjo do të jetë edhe prova vendimtare, sepse ju e dini, zoti Rakipi, që pa trup nuk ka krim dhe kjo ka qenë mbrojtja më e fortë e tyre, se nuk ekziston trupi dhe patjetër nuk ekziston krimi. Por nëse kjo është një provë dhe unë duhet i pres të shikoj për të parë komunikimin dhe mënyrën, është realisht një bonus shumë i madh për prokurorinë për të provuar këto akuza.